Ndër të tjera në lajme do të ndiqni investimet huaja direkte në Shqipëri arritën rreth 1.2 miliard euro në 9 muaj, ku pasurit e paluajtshme mbeten sektori kryesor. Në 11 muaj të këtij viti, enti regulatori i energjisë në total ka licencuar 24 kompani për projekte me kapacitet të instaluar 349.2 MW. Tryeza e vitit të ri për një familje shqiptare mesatare kushton 23.000 lekë me gjelin, baklavan dhe pijet alkolike si shpenzimet kryesore. Shifrat tregojnë se në periudhën janar-nëntor vitit 2025 shënon më pak importe të mjeteve piroteknike krahasuar me 2024-ën. Ju përshëndet zonja dhe zotërit, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Investimet huaja direkte në Shqipëri arritën rreth 1.2 miliard euro në 9 muaj. Pasuritë e paluajtshme mbeten sektori kryesor, por tregtia ka regjistruar bumin më të fortë duke u dyfishuar nga tremujori i dytë. Në total, pasuritë e paluajtshme, financa, sigurime dhe tregtia përbëjnë rreth 65% të investimeve të huaja direkte. Të huajt e shtetasit e tjerë jo rezident kanë investuar rreth 1.2 miliard euro në Shqipëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, investimet e huaja direkte u rritën me 4.4%, krahasuar me periudhën janar-shtator të 2024-s. Tremujori i tretë i këtij viti ka shënuar një rekord historik prej 449 milion eurosh investime të huaja, duke u rritur me 12.8% llogaritur me tremujorin paraardhës. Pasuritë e paluajtshme vijojnë të jenë sektori më tërheqës për të huajt. Megjithatë, surpriza qëndron në tregtinë me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorcikletave, sektor me një kapërcim investimesh nga 30 milion euro në tremujorin e dytë, në 70 milion euro në tremujorin e tretë. Ky është aktiviteti ekonomik që ka parë një bum investimesh të huaja në korrik shtator. Gjithashtu edhe ndërtimi po shihet si një sektor me shumë potencial nga të huajt, i cili rezulton me një rritje më të madhe investimesh se sektori i tregtisë. Nga ana tjetër, megjithëse aktivitetet financiare dhe të sigurimit janë sektori i dytë me më shumë investimeve të huaja, pas atij të pasurive të paluajtshme, vlera e tyre rezulton të jetë fiksuar në 72 milion euro, pas një ndryshim pas rënies në fillim të vitit. Edhe ndryshe, pasuritë e paluajtshme përbëjnë 33.4% të totalit të investimeve të huaja direkte në Shqipëri në tremujorin e tretë, ndjekur nga riparimi i mjeteve dhe tregtia me shumicë e pakicë me 15.6%. Aktivitetet financiare dhe të sigurimit zënë 16% të investimeve, industria nxjerrëse 8%, energjia elektrike, gazi dhe uji 7.6%, ndërtimi 5.8%, ndërsa industria përpunuese apo informacioni dhe komunikacioni renditën me 4.2% dhe 3.6%. Megjithëse industria nxjerrëse dhe ajo përpunuese përthithin investime të konsiderueshme, tremujori i tretë ka shënuar një bilans negativ për këto dy sektor. Statistika tregojnë një rënje të investimeve në 36 milion euro për industrinë nxjerrëse dhe 19 milion euro për atë përpunuese. Ndërkohë, sektori i energjisë elektrike, gazit dhe ujit vijon të performojë mirë përsa i përket tërheqjes së investimeve nga jashtë. Vetëm 3 sektor, pasuritë e paluajtshme, financë, sigurime dhe tregti, përbëjnë rreth 65% të totalit të investimeve të huaja direkte në tremujorin e tretë 2025. Kosova kryeson investimet e huaja direkte në tremujorin e tretë me 90 milion euro, duke kaluar kështu Italinë. Kjo tregon se Kosova shfaqet si aktori më dinamik i kapitalit të huaj në Shqipëri, krahas partnerëve tradicional europian. Kosova mbetet një partner i rëndësishëm i Shqipërisë edhe kur vjen çështja tek investimet. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se shteti motor kryeson gjatë tremujorit të tretë me 90 milion euro të klasifikuara si investime të huaja direkte, duke zbritur kështu nga froni Italinë që shënoi volumin më të madh të investimeve në tremujorin e dytë. Kjo tregon se Kosova nuk është vetëm një partner kyç tregtar, krahas shumë lidhjeve dhe bashkëpunimeve të tjera që ekzistojnë midis dy shteteve, por edhe një shtet që investon shuma të konsiderueshme parash në sektor të ndryshëm të vendit. Për periudhën korrik shtator, në vend të dytë renditet Italia me 48 milion euro investime dhe më pas Hollanda me 45 milion. Nëse bëjmë një krahasim të fluksit të investimeve të huaja direkt që nga fillimi i vitit, struktura e shteteve nuk ndryshon. Kështu statistikat zyrtare tregojnë se Kosova renditet ndër kontribuesit kryesor me rreth 153 milion euro, ose rreth 12.7% të investimeve, një rritje që theksohet sidomos në tremujorin e tretë.
Kjo bën Kosovën aktorin më dinamik në këtë periudhë. Italia mban vendin e dytë me 11.3% të investimeve të huaja direkte, duke konfirmuar rolin e saj tradicional si një investitor me prani të vazhdueshme në ekonomi. Pastaj vjen Holanda me rreth 10.8% dhe shumë pranë Turqia me afërsisht 10.6%, të dyja shtete që shihen shpesh me zburimeve kryesore të kapitalit të huaj në Shqipëri. Në një nivel tjetër kontribuojnë shtete si Austria, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe Zvicra. Operatori i sistemit të transmetimit do të investojë rreth 1 miliard lekë për përmirësimin e sigurisë së rrjetit dhe për shtatjen e infrastrukturës me kërkesa në rritje të sistemit elektroenergjetik në vendin tonë. Investimet do të kryhen në linjat 110 kV, Sharr, Selit dhe Kafaraj, Vlorë, Babic. Operatori i sistemit të transmetimit ka hapur 2 procedura prokurimi për investime në rrjetin e energjisë elektrike, që synojnë fuqizimin e linjave 110 kV dhe rritjen e sigurisë së furnizimit në disa zona të vendit. Vlera totale e 2 tenderve i kalon 1 miliard lekë. Tenderi i parë i referohet ndërtimit të linjës së re dopje qark 110 kV Sharr Selit. Objekti punimeve përfshin ndërtimin e trakteve të reja 110 kV në të dy nënstacionet, ndërtimin e linjës së re dopje qark pjesërisht ajrore dhe pjesërisht kablore, si dhe realizimin e punimeve civile të nevojshme për integrimin e trakteve të rinj në infrastrukturën ekzistuese. Projekti do realizohet sipas modelit turnkey, duke përfshirë projektimin, prodhimin, transportimin, furnizimin me pajisje, instalimin, punime civile, testimin, komisionimin dhe vënien në punë. Fondi limit për këtë tender është rreth 525 milion lekë. Tenderi i dytë ka si objekt fuqizimin e linjës 110 kV, Kafaraj, Vlorë 1, Babic në dopje qark dhe shtrirjen e përcjellësit në një qark. Projekti parashikon ndërtimin e një linje të re ajrore 110 kV me 2 qarqe, e cila do lidhet me traktet ekzistuese të nënstacioneve Kafaraj, Vlorë 1 dhe Babic, ndërsa linja aktuale do të demontohet pjesërisht për të mundësuar hyrje-daljet në nënstacione, duke ruajtur të njëjtin aks. Fondi limit për këtë tender është gati 504 milion lekë. 2 procedurat e hapura nga OST synojnë rritjen e kapaciteteve të transmetimit, përmirësimin e sigurisë së rrjetit dhe përshtatjen e infrastrukturës me kërkesat në rritje të sistemit elektroenergjetik në vend. Në 11 muajt e parë të vitit enti regulatori energjisë, në total ka licencuar 24 kompani për projekte me kapacitet total të parashikuar për të instaluar prej 349.2 MW, dhe na tregojnë dominim të dukshëm të energjisë diellore me 19 projekte, ndërsa janë licencuar dhe 4 hidrocentrale dhe 1 central ere. 11 muajt e vitit 2025 kanë shënuar dhënien e një numri të lartë licencash për prodhimin e energjisë elektrike. Sipas të dhënave zyrtare nga enti regulatori i energjisë, në total për periudhën janar-nëntor janë licencuar 24 kompani për projekte me kapacitet total të parashikuar për të instaluar prej 349.2 MW. Dhëna tregojnë një dominim të dukshëm të energjisë diellore me 326.4 MW të licencuar. Projektet ju takojnë 19 kompanive të ndryshme, ndërsa centralet e licencuar parashikohet të pozicionohen në qarkun e Fierit, me përjashtim të 2 prej tyre. Njëri nga impjantet do jetë në Kukës, ndërsa tjetri është në Durrës dhe bëhet fjalë për centralin e Spitalës. Por teksa rritja e kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike duket se është fokusuar te centralet e diellit, gjatë 11 muajve të vitit 2025 janë dhënë dhe 4 licenca për hidrocentrale për projekte me kapacitet total të instaluar prej 19.8 MW. Ndërkaq, pas shumë vitesh pas një zhvillim në energjinë e erës, për herë të parë është licencuar një projekt me kapacitet 3 MW në zonën e Tragjasit, që do i shtohet 2 licencave aktive të dhëna nga enti regulatori i energjisë në vitet 2007-2008. Ndërkaq, nisur nga fakti se një numër i konsiderueshëm i burimeve të energjisë elektrike parashikohet që të ndërtohen dhe të lidhen në rrjet, enti regulatori i energjisë thekson nevojën për një zhvillim më dinamik dhe investime për të integruar këto burime në sistemin elektroenergjetik shqiptar në vitet në vijim. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se brenda ditës së sotme vijnë pjesët e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënë në ujësjellësin e Vlorës. Sipas tij, në vitet 2009-2010 janë instaluar pjesë hidraulike jashtë standardeve që nuk e kanë mbajtur dot më presionin e ujit e përpasoi tubacioni ka shpërthyer.
Kryeministre Edi Rama ka bërë të ditur se brenda ditës së sotme vijnë pjesat e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësjellsin e Vlorës. Në një postim në rrjetet sociale ai shkruan: drejt aeroportit të Stambollit për të ardhur sot brenda ditës pjesat e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësjellsin e Vlorës, ku në vitin 2009-2010 janë instaluar pjesët hidraulike jashtë standardeve që nuk e kanë mbajtur dot më presionin e ujit dhe për pasojë tubacioni ka shpërthyer. Respekt për punën e palodhur të punëtorëve të ujësjellsit Vlorë, që në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, inxhinierit të njohur Flauers Shoshi, i cili prej disa ditësh e netësh gjendet në krye të operacionit të vështirë, po bëjnë të pamundurën për ta mbyllur këtë plagë të hapur në trupin e Vlorës për një mine të vjetër nga një kohë e zezë për Vlorën. Vlonjatëve të mi u them ndjes për tërë këtë peripeci të pamerituar dhe siç thoshin gjyshet tona, plasim më në fund edhe syri keq pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën, e që ja kush do të keqen Vlorës, veç të keqen do t'i marrë. Shoqata Narea po ngresh shqetësimin për vonesën e dekretimit nga Presidenti i Republikës të ligjit për vlerësimin e pasurive të paluajshme. Sipas shoqatës, varritja po pengon hyrjen në fuqi të ligjit, nxjerrjen e akteve në ligjore dhe krijon pasiguri në treg, duke prekur drejt për drejt qindra mijëra familje shqiptare. Shoqata Kombëtare e Agjentëve të Pasurive të Paluajshme Narea ngresh shqetësimin për zvarritjen e procesit të dekretimit të ligjit për rivlerësimin e pasurive të paluajshme, i miratuar më 12 dhjetor të këtij viti. Sipas Nareas, ligji është rezultati i një pune intensive 12 mujore në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Komisionin e Ekonomisë dhe Financave dhe ligjvënësit, ndërsa prej më shumë se një viti e gjysmë pritej miratimi i tij përfundimtar. Ky ligj pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë për rreth 500.000 familje shqiptare, të cilat do të kenë mundësi të rivlerësojnë pasuritë e tyre sipas vlerës reale të tregut. Po ashtu, Narea thekson se zbatimi i ligjit do të krijojë kushte për alternativa më të përballueshme strehimi për 10 mijëra familje të tjera. Shoqata shpreh shqetësimin për vonesën e dekretimit, e cila po sjell shtyrjen e botimit në fletoren zyrtare, vonesë e hyrjes në fuqi prej datës 1 janar 2026, si dhe bllokimin e nxjerrjes së akteve nënligjore, duke krijuar pasiguri në sektor dhe vështirësi për qytetarët. Edhe pse Narea ka shprehur rezerva për nivelin e tatimit 5% për banesat dhe për zbatimin e amortizimit 1% në vit sipas vjetërsisë, ajo thekson se një vonesë më tejshme do të kishte nevoja edhe më negative në treg, i cili prej 18 muajsh përballet me presione inflacioniste. Në përfundim, Narea i bën thirrje institucioneve që ligji të dekretohet sa më parë, të botohet në fletoren zyrtare dhe të hyjë në fuqi, si dhe kërkon angazhim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse për nxjerrjen e akteve nënligjore dhe udhëzimeve të nevojshme për zbatimin e tij. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bëri të ditur se janë dhënë mbi 260.000 certifikata pronësie gjatë vitit 2025, ose 53% më shumë se një vit më parë. Rritja vjen si rezultati i digitalizimit të proceseve dhe thjeshtimit të procedurave administrative. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bëri të ditur se janë dhënë mbi 260.000 certifikata pronësie gjatë vitit 2025. Ky numër shënon një rritje prej 53% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja vjen si rezultat i digitalizimit të proceseve dhe thjeshtimit të procedurave administrative. Lëshimi i certifikatave të pronësisë konsiderohet një hap i rëndësishëm për garantimin e sigurisë juridike të pronës, si dhe për nxitjen e investimeve dhe zhvillimit ekonomik në vend. Të gjithë këto tituj pronësie përfshin apartamente, dyqane, garazhe e ambiente të tjera, të cilat do të jenë pjesë e qarkullimit civil dhe pronarët e tyre mund të shesin, dhurojnë, trashëgojnë apo t'i përdorin si garanci për kredi hipotekore pranë bankave të nivelit të dytë. Ndërkohë, shërbimi elektronik lëshim certifikat pronësie u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve që të dërgojnë online një aplikim për pajisje certifikate pronësie. Për çdo pasuri të paluajshme të regjistruar në kartelën përkatëse për të vërtetuar të drejtat e pronësisë apo të drejtat e tjera reale të krijuar në bazë të akteve të ndryshme ligjore, lëshohet vetëm një certifikat. Kjo certifikat i lëshohet pronarit të vetëm të pasurisë ose njërit prej pronarëve në rastet e bashkëpronësisë të autorizuar rregullisht sipas legjislacionit në fuqi. Kërkesa për kryerjen e një shërbimi nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës bëhet nga kërkuesi vetë ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij
noteri apo asistenti i noterit. Po kështu, çdo tarif për shërbime në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës paguhet në llogarinë bankare të agjencisë. Tryeza e vitit të ri për një familje shqiptare mesatare kushton rreth 22.958 lekë me gjelin, baklavan dhe pijet alkolike si shpenzimet kryesore. Me një pagë mesatare mujore neto prej 67.000 lekësh, mund të themi se darka e fund vitit i merr xhepi të familjeve rreth 34% të kësaj page. Fundviti është një periudhë me rëndësi të veçantë për familjet shqiptare, që tradicionalisht shoqërohet me festa dhe grumbullime familjare. Një nga elementët më të rëndësishëm të kësaj feste është tryeza e vitit të ri, e cila natyrisht ka dhe kostot e saj. Scanintel ka marrë në analizë se sa pritet të kushtoj mesatarisht këtë vit tryeza e fundvitit dhe sa të ardhura nevojiten për të përballuar këtë darkë festive. Shifrat janë përllogaritur mbi një mesatare çmimesh nga disa prej supermarketeve më të mëdha në vend, si dhe çmimeve zyrtare të Instat, ndërsa tryeza është truar sipas traditës më të përhapur në Shqipëri, me bollëk por pa lukse të tepruara. Sipas statistikave, një familje shqiptare përbëhet mesatarisht nga rreth 3.2 persona, ndërsa kostoja e tryezës së vitit të ri për këtë numër antarësh arrin në rreth 25.000 lekë. Në krye të listës së shpenzimeve renditet gjeli i detit, një nga ushqimet më tradicionale të kësaj feste, çmimi i të cilit varion mesatarisht rreth 1.200 lekë për kilogram. Me një sasi prej rreth 5 kilogramash, kostoja e tij shkon afërsisht në 6.000 lekë. Ushqimet tradicionale vijojnë me baklavan, e cila mesatarisht kushton 1.900 lekë, ndërsa pijet alkolike përbën gjithashtu një zë të konsiderueshëm shpenzimi, me rreth 3.200 lekë për një familje prej 3.2 personash. Më pas vijnë të gjitha asortimentet e tjera të tryezës, përfshirë mishrat e tjerë, antipastat, frutat e thata dhe ato të freskëta, perimet si dhe produktet bazë të shportës ushqimore, si vezë, miell dhe qumësht. Në llogaritje është përfshirë edhe një kosto shtesë për rreth 500 lekësh për energji elektrike, si pasojë e gatimit dhe konsumimit më të lartë gjatë festave. Me një pagë mesatare mujore neto prej 67.000 lekësh, mund të themi se darka e fundvitit i merr xhepit familjeve rreth 34% të kësaj page. Ndërkohë disa prej këtyre kostove mund të jenë disi më të ulta fal ofertave të fundvitit, pasi supermarketet kanë aplikuar ulje çmimesh për një pjesë të produkteve bazë të tryezës. Megjithatë, konsumi ndryshon nga një familje te tjetra dhe shpesh lista e produkteve zgjerohet, duke çuar koston përfundimtare edhe më lart. Kjo është një kosto e supozuar, pasi darka e fundvitit varet nga numri i personave që jetojnë në familje, si dhe nga preferencat e tyre për ushqimet dhe sasitë që do të përdorin. Shifrat tregojnë se në periudhën janar-nëntor vitit 2025 shënon më pak importe të mjeteve piroteknike krahasuar me vitin 2024, nga 527 milion lekë në vitin 2024, vlera regjistrohet 338 milion lekë të vit. Sipas Instat, importi i mjeteve piroteknike në vend vijon të ndjek një cikël të qartë sezonal, të lidhur kryesisht me festat e fundvitit. Të dhënat zyrtare tregojnë se flukset më të larta të importeve regjistrohen në muajin nëntor dhe dhjetor, me kulmin absolut në dhjetor, periudhë që përkon me festimet e vitit të ri dhe përdorimin masiv të fishek zjarreve. Gjatë pjesës tjetër të vitit importet mbeten dukshëm më të ulta, me një rritje të lehtë në muajt e verës, kryesisht në qershor dhe korrik. Kjo lidhet me aktivitete turistike, evente festive dhe sezonin e dasmave, por pa arritur nivelet e fundvitit që mbeten dominuese në të dy treguesit, si në peshë ashtu edhe në vlerë. Shifrat tregojnë se në total, pra për periudhën janar-nëntor të vitit 2025, shënon më pak importe të mjeteve piroteknike krahasuar me vitin 2024. Nga 527 milion lekë në vitin 2024, vlera regjistrohet në 338 milion lekë. Rënja evidentohet si në sasinë e importuar, ashtu edhe në vlerën monetare, duke treguar një furnizim më të kufizuar të tregut vendas gjatë këtij viti. Edhe nëse i referohemi muajt nëntor të këtij viti, shohim se vlera është ende më ulët se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Rënja vjetore vlerësohet në 42%. Kjo tendencë mund të sugjerojë se për festat e këtij viti pritet përdorimi më i ulët i fishek zjarreve krahasuar me një vit më parë. Ulja e importeve mund të lidhet me kontrollet më të forta për përdorimin e mjeteve piroteknike, ndryshimet në kërkesë apo përdorimin e stokut të mbetur nga viti i kaluar. Megjithatë, edhe pse në rënje, muaji dhjetor mbetet periudha kyçe e furnizimit me mjete piroteknike, duke konfirmuar se fishek zjarret vazhdojnë të jenë pjesë e pandashme e festimeve të vitit të ri në vend. Paga e 13, po shfaqet gjithnjë më shumë si mjet për të mbajtur punonësit në një treg pune gjithnjë më konkurrues, por në Shqipëri mbetet ende praktikë vullnetare dhe jo kulturë e konsoliduar biznesit. Në shumë vende paga e 13 është kthyer në një traditë të konsoliduar, ndërsa në Shqipëri ajo mbetet më tepër një praktikë vullnetare. Vetëm një pjesë e bizneseve aplikojnë, kryesisht si shenjë vlerësimi për punonjësit dhe jo si detyrim,
Por sa e rrënjosur është kjo kulturë në bizneset shqiptare dhe çfarë tregon ajo për marrëdhënien mes punëdhënësit dhe punëmarrësit? Në bizneset shqiptare në fakt është një kulturë e re e cila është futurishtasi, pra nuk ka qenë, le të themi, një eksperiencë apo një element i shtuar i marrëdhënies së punësimit, marrëdhënies kontraktuale të punësimit në vitet e kaluara, por duke parë tashmë vështirësitë që bizneset përhasin për joshjen apo për suportimin e burimeve njerëzore, atëherë janë menduar dhe bonuset fundvitit apo edhe rrogat e 13-ta, pavarësisht se kjo e fundit është në numër shumë e ullët se sa kompanit të cilat praktikojnë bonusin e fundvitit. Por për te përfitimit për punonjësit, çfarë fitojnë realisht bizneset kur vendosin të aplikojnë këtë shpërblim, pra pagën e 13? Nëse do ta rilidhim sërish me vështirësim për të gjetur apo për të përmbushur vakancat që kanë bizneset për sa i përket burimeve njerëzore, normalisht që është një stimul jo i pakët në llogaritjen e sigurisë qëndrimit apo afatit të kontraktimit të punonjësve në një shtrirje kohore, sepse normalisht një punonjës i vlerësuar dhe në fund të fundit i suportuar financiarisht nuk ka pse të largohet nga ndërmarrja apo nga sipërmarrja që praktikon pagën e 13. Por nëse do ta lidhim me aktivitetin apo me, le të themi, performancën e punonjësit ndër vite apo gjatë kohës së kontraktimit, atëherë mendoj se është drejt për drejt një kosto e shtuar për sipërmarrjen, pasi nuk lidhet drejt për drejt me produktivitetin apo me performancën e punonjësit, por është një shpërblim fundviti. E kundërta do të ishte nëse do të ishte një bonus i lidhur më pas edhe me atë çfarë punëmarrësi ka performuar gjatë vitit dhe e shpërbyer në fund të vitit. Ndërsa për punonjësit rroga e 13 është një ndihmë drejt për drejt financiare, për bizneset ajo mbetet një strategji për të ndërtuar besim, stabilitet dhe performancë në kohë. Fillimi i vitit i vendos njerëzit përballë zgjedhjeve, dëshirave dhe objektivave të reja. Qëllimet janë kryesisht financiare, për më shumë të ardhura, kursime, investime tek vetja, ndërsa psikologët e lidhin me gjendjen emocionale që sjell zakonisht përfundimin një cikli. Këtë vit do të kursej më shumë para, do ushqehem shëndetshëm, do filloj palestrën, do bëj një investim më të mirë tek vetja dhe tek ardhmja ime. Janë këto disa nga objektivat të cilat gjithsecili prej nesh i vendos në fillim të vitit. Por, pse e kemi kaq të rëndësishme që në fund të vitit të bëjmë bilance dhe në fillim të vitit të ri të vendosim disa qëllime të caktuara, të cilat jo gjithmonë janë të arritshme. Le të pyesim psikologen. Kur fillojmë një vit të ri, zakonisht shoqërohet me dëshirë dhe energji, me motivim të lartë për disa objektivat të caktuara. Padyshim objektivat janë gjithmonë sukses, sepse kur arrim të kemi një dëshirë, një motivim për vitin që vjen, atëherë kjo do të thotë që kemi një energji dhe kemi qëllim. Dhe në momentin kur këto të dyja bashkëshoqërohen dhe manifestojnë në mënyrë më të mirë për individin, e sigurt që diçka do të harrihet, sepse këtu duhet të jemi të kujdesshëm dhe të kuptojmë që ato objektivat të cilat ndoshta nuk i kemi realizuar në mënyrë më të mirë gjatë këtij viti, atëherë mund të ngërmë disa strategji të reja, ose mund të shikojmë disa komponentë të cilët nuk kanë shkuar edhe aq mirë dhe si mund t'i rregullojmë që këto objektiva të harrihen në vitin e ri 2026. Natyrshëm individët kur mbyllën një cikël të gjatë, siç është ky cikël një vjeçar, atëherë e bëjnë një kalkulim, e bëjnë një bilancë si ka shkuar, cilat janë ato gjërat që kanë shkuar mirë dhe cilat janë ato gjërat që do donin të ishin pak më mirë. Sipas psikologes, shpenzimet e mëdha gjatë festave ndikojnë në vendosjen e objektivave financiare për vitin që pason. Ajo çfarë i karakterizon individët në këtë periudhë fund viti është që shpenzimet janë pak më të larta, shpenzohet për dhurata, për mënyra se si festohet, për si do të festohet. Dhe ndonjëherë kjo mund të ndikojë drejt për së drejti në financat dhe buxhetin individual dhe familjar. Dhe duke qenë se kjo do të ndihet direkt pas festave, atëherë mund të ketë një problem me pjesën emocionale dhe po ashtu dhe financiare të vetë individi, sepse një mungesë menaxhimi e mirë e gjithë
mënyrës se si do të shpezohet gjatë festave, mund të sjellë pak një krizë financiare në fillim vit. Dhe kjo gjë mund të ndikojë drejt për së drejti në mënyrën si menaxhohet edhe se si njeriu ndihet pikërisht në këto momente. Por si mund të menaxhohen më mirë objektivat që të jenë të realizueshme? Ajo çfarë duhet të jap një këshill është të jenë objektivat të butë, të realizueshëm, objektivat të cilët mos të kenë në fokus për të qenë perfekt dhe për të qenë më të mirët, sepse më e mira harrihet kur ne kuptojmë vërtet ato që mund të bëjmë, ato që duhet të bëjmë. Lëvizja vetëvendosja fitoi zgjedhjet e parakohshme parlamentare të zhvilluara të dielën në Kosovë pasi siguroi 49.3% të votave. Kryetari i kësaj partie Albin Kurti i bëri thirrje anëtarëve të opozitës ta mbështesin në votimin për marrëveshjet ndërkombëtare të kredisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti tha se do të formojë shpejt një qeveri të re, pasi partia e tij fitoi gati gjysmën e votave në zgjedhjet e së dielës, duke sinjalizuar një fund të mundshëm të bllokimit politik njëvjeçar që ka paralizuar parlamentin dhe vonuar financimin kyç ndërkombëtar. Ky votim është i dyti këtë vit në Kosovë, pasi partia vetëvendosje e Kurtit nuk arriti shumicën në shkurt. Muaj të tërë bisedime të dështuara për koalicion është shtyn presidenten Vjosa Osmani të shpërndaj parlamentin në nëntor dhe të thërasë zgjedhje të parakohshme. I call all citizens of Kosovo to use their right. Dua të falenderoj qytetarët e Kosovës dhe gjithashtu partitë opozitare për fushatën e tyre, për njohjen e kësaj here të rezultatit të zgjedhjeve dhe pres me padurim bashkëpunimin me opozitën në lidhje me disa marrëveshje ndërkombëtare që janë në pritje. Por tona duhet një shumicë prej 2/3 që përfshin planin e rritjes së Bashkimit Evropian me vlerë 880 milionë euro, 2/3 e të cilëve janë kredi e butë dhe 1/3 janë grante. Pastaj 120 milionë euro të tjera nga 3 marrëveshje me Bankën Botërore. Pres me padurim të vazhdojnë në mandatin e tretë si kryeministër i Republikës së Kosovës. Do të shërbej me të gjitha njohuritë dhe aftësitë e mia sipas programit tonë dhe me ekipin tim të shkëlqyer për 4 vite të ardhshme. Sapo rezultatet të certifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne duhet të krijojmë shpejt një parlament nga legjislatura e 10 dhe pastaj të formojmë menjëherë një qeveri të re. Ne nuk kemi kohë për të humbur dhe duhet të ecim përpara sa më shpejt të mundemi së bashku. Partia e Kurtit kryeson me 49.3%, kur janë numëruar 99% të votave pasi qendrat e votimit u mbyllën në orën 19. Ai u bëri thirrje anëtarëve të opozitës ta mbështesin ato në votimin për marrëveshjet ndërkombëtare të kredisë, të cilët kërkojnë një shumicë prej 2/3 për të miratuar. Studentët serb mblodhën firmat në Beograd për të siguruar mbështetje për kërkesën e lëvizjes së tyre për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Lëvizja ka tërhequr mbështetje nga figura të shquara publike që e shohin atë si një forcë të re për ndryshim. Studentët serb mblodhën firmat në Beograd për të siguruar mbështetje për kërkesën e lëvizjes së tyre për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Turma njerëzish përfshirë familje me fëmijë u rreshtuan në tavolina për të nënshkruar dokumente dhe për të lënë të dhënat e tyre të kontaktit në një shfaqje solidariteti me protestën udhëhequr nga studentët. Qëllimi i aksionit të sotëm është të tregojë shkallën e mbështetjes për lëvizjen studentore, tha një studente me emrin Jana. Ajo shtoi se po mblidhen informacione kontakte për të ofruar përditësime mbi hapa dhe veprime të ardhshme. Lëvizja ka tërhequr mbështetje nga figura të shquara publike që e shohin atë si një forcë të re për ndryshim. Mendoj se kjo është një ide madhështore, tha aktori serb pasi nënshkroi marrëveshjen. Kjo lëvizje studentore nuk mund të krahasohet me mënyrat e mëparshme të luftës kundër kësaj qeverie. Kjo është autentike, e re dhe e ndryshme nga çdo gjë tjetër. Protestat filluan një vit më parë, pasi çatia e një stacioni hekurudhor u shemb në qytetin verior të Novi Sadit, duke vrarë 16 persona. Incidenti shkaktoi zemërim publik për korrupsionin e dyshuar dhe mungesën e llogaridhënies, të përkeqësuar nga mungesa e ndjekjeve penale një vit më vonë. Ndërsa Bullgaria përgatitet për zyrtarizimin e euros në 1 janar, opinioni publik mbetet i ndarë mbi implikimet e bashkimit me monedhën e vetme. Vendi është përpikur prej vitesh të bashkohet me monedhën e përbashkët, por data e saj pranimit është të shtyrë pasi nuk plotësoi disa kritere bazë.
Ndërsa Bullgaria përgatitet për zyrtarizimin e euros më 1 janar, opinioni publik mbetet i ndarë mbi implikimet e bashkimit me monedhën e vetme, ndërsa disa ekonomistë dhe profesionistë përshëndetën këtë veprim si një hap drejt integrimit më të thellë me Bashkimin Evropian. Të tjerë paralajmëruan për sfida të mundshme ekonomike për qytetarët. Çmimet në dyqanet e Sofjes tani shfaqen si në leve bulgar ashtu edhe në euro, ndërsa ka nisur përgatitjet për tranzicionin në vitin e ri. Para se gjithash kjo do të na integrojë më tej ekonominë tonë, tha ekonomisti Stefan Lukov, i cili shtoi se kjo ishte një domosdoshmëri e fundit pasi Bullgaria ju bashkua Bashkimit Evropian. Të paktën banka jonë qendrore do të bëhet anëtare e plotë e familjes së Bankës Qendrore Evropiane dhe do të ketë të drejtën të marrë pjesë në vendimarrje, theksoi ai. Megjithatë, jo të gjithë bullgarët e ndajnë këtë besim. Evelina Blagojeva, një statiste nga Sofia, ishte e shqetësuar. Unë jam kundër miratimit të euros sepse kam frikë se do të bëhemi më të varfër, tha ajo. Të tjerë thanë se kishte ardhur kohë që Bullgaria të integrojë në monedhën e përbashkët europiane. Mendoj se është e vonuar sepse duhet ta kishim adoptuar euron shumë kohë më parë, tha Ivan Tonchev, një bankier. Bullgaria është përpjekur prej vitesh të bashkohet me monedhën e përbashkët, por data e saj e pranimit është shtyr pjesërisht sepse nuk i plotësoi disa kriteret bazë, sidomos inflacionin. Këtë vendi përmbushi kriterin e inflacionit pasi si 12 mujor u regjistruar në 2.7% në muajin prill, pak nën vlerën referuese prej 2.8%. Presidenti i Ukrainës u takua me presidentin e SBA-ve në Florida. Pas takimit, Trump u shpreh se ekzistojnë të gjitha kushtet për një marrëveshje që do të japë fund luftës. Presidenti i Ukrainës Zelenski u takua me presidentin e SBA-s Donald Trump, duke shpresuar të hartonte një plan për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por telefonata udhëheqësit amerikan me presidentin rus Vladimir Putin pak para takimit sugjeron se pengesat për paqen mbeten. Zelenski ka thënë se shpreson të zbusë një propozim të SBA-s, që forcat ukrainase të tërhiqen plotësisht nga rajoni Donbas i Ukrainës lindore, një kërkesë ruse që do të thoshte heqje dorë nga një pjesë territorit të mbajtur nga forcat ukrainase. Pak para se Zelenski dhe delegacioni i tij të mbërrinin në rezidencën e Trump në Florida, presidentët e SBA-s dhe Rusisë zhvilluan një telefonat të përshkruar si produktive nga Trump dhe miqësore nga ndihmësi i politikës së jashtme të Kremlinit Yuri Ushakov. Zelenski mbërriti në rezidencën Mar-Lago herët pas ditën e së dielës, ndërsa sulmet ajrore ruse gjatë fundjavës shtuan presionin mbi Kievin. Rusia goditi kryeqytetin dhe pjesë të tjera të Ukrainës me qindra raketa dhe dronë gjatë natës dhe herët në mëngjes të shtunën, duke ndërprer energjinë elektrike dhe ngrohje në disa pjesë të Kievit. Zelenski i ka përshkruar sulmet e fundjavës si përgjigje të Rusisë ndaj përpjekjeve për paqe të ndërmjetësuara nga SBA-t, por Trump të dielën tha se beson që Putin dhe Zelenski janë serioz për paqen. Mendoj se kemi të gjitha kushtet për një marrëveshje, tha Trump. Kemi dy vende të gatshme, jemi në fazat e fundit të bisedimeve, tha Trump. Presidenti amerikan tha se do të telefonojë përsëri Putin pas takimit me Zelenskin. Kërkesat për të zhvendosur jashtë vendit nga izraelitët që punojnë në kompani shumë komshe që operojnë në Izrael u rritën vitin e kaluar. Sektori i teknologjisë përbën rreth 20% të prodhimit të brendshëm bruto të Izraelit, 15% të vendeve të punës dhe më shumë se gjysmën e eksporteve të tij. Kërkesat për të zhvendosur jashtë vendit nga izraelitët që punojnë në kompani shumë komshe që operojnë në Izrael u rritën vitin e kaluar si reagim ndaj luftës 2 vjeçare kundër grupit militant palestinez Hamas, tregoi një raport. Shoqata e industrive të teknologjisë avancuar të Izraelit zbuloi se 53% e kompanive raportuan një rritje të kërkesave për zhvendosje nga punonjësit izraelit, duke vënë dukje se ky ishte një trend që me kalimin e kohës mund të dëmtojë motorin aktual të inovacionit dhe leadershipin teknologjik të Izraelit. Sektori i teknologjisë përbën rreth 20% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit, 15% të vendeve të punës dhe më shumë se gjysmën e eksporteve të tij. Qindra kompani shumë komshe në Izrael përfshin Microsoft, Intel, Nvidia, Amazon, Meta dhe Apple. Në raportin e saj vjetor, shoqata tha gjithashtu se disa kompani shumë komshe po shqyrtojnë transferimin e investimeve dhe aktiviteteve në vende të tjera. Në të njëjtën kohë ka pasur një rritje të kërkesës për zhvendosje midis drejtuesve të lartë dhe familjeve, me më shumë punonjës që aplikojnë për pozicione jashtë vendit. Megjithatë, raporti vuri në dukje se kompanitë e shohin ekosistemin teknologjik izraelit përmes një këndvështrimi afatgjatë dhe shumë firma kanë ulëzuar gjatë luftës.
Rreth 57% e kompanive ruajtën aktivitetet të qëndrueshme biznesi gjatë gjithë periudhës së luftës dhe 21% zgjeruan operacionet e tyre në Izrael. Rreth 22% e kompanive raportuan dëme në aktivitetin e biznesit gjatë luftës, e cila filloi më 7 tetor 2023. Edhe gjatë luftës së vështirë, industria izraelite e teknologjisë së lartë, përfshirë kompanitë globale që operojnë në Izrael, dëshmoi edhe një herë qëndrueshmërinë dhe aftësinë e saj për të udhëhequr në inovacion dhe kreativitet, theksoi raporti. Turbina Jupiter e zhvilluar në Kinë, e para në botë me hidrogjen të pastër me kapacitet 30 MW, ka nisur prodhimin e energjisë. Në funksionimin me cikël të kombinuar, ajo gjeneron 48.000 kWh energji elektrike, të cilat mund të plotësojnë nevojat ditore për energji të 5.500 familjeve. Turbina Jupiter 1 e zhvilluar në Kinë, e para në botë me hidrogjen të pastër me kapacitet 30 MW, ka nisur prodhimin e energjisë në rajonin autonom të Mongolisë së Brendshme në veri të Kinës, duke ofruar një zgjedhje kyçe për ruajtjen dhe shfrytëzimin e energjisë së rinovueshme. Turbina Jupiter 1 është gjeneratori më i madh në botë i hidrogjenit të pastër me një njësi të vetme, i aftë të shndërrojë hidrogjenin nga rezervuaret e magazinimit për sërinë e energji elektrike gjatë periudhave të kërkesës maksimale. Turbina ka zgjedhur në mënyrë efektive problemin e konsumimit e energjisë elektrike të tepërt nga burimet të reja energjie dhe ofron një zgjedhje të integruar, krahasuar me një njësi termike me kapacitet ekuivalent. Turbina me hidrogjen të pastër Jupiter 1 zvoglon emetimet e karbonit me më shumë se 200.000 tonë në vit. Në funksionimin me cikël të kombinuar, ajo gjeneron 48.000 kWh energji elektrike, të cilat mund të plotësojnë nevojat ditore për energji të 5.500 familjeve, tha Wang Yongzhi, drejtori i përgjithshëm i Mingyang Hydrogen Gas Turbine Technology. Projekti do të zbusë në mënyrë efektive luhatjet në prodhimin e energjisë së rinovueshme, do të përmirësojë aftësitë e rregullimit të rrjetit, do të ofrojë një model të përsëritshëm për praktikat e tranzicionit të energjisë, si dhe do të kontribuojë në ndërtimin e një zone demonstruese të energjisë së hidrogjenit në nivel kombëtar. Instalimet e energjisë së rinovueshme në Kinë përbëjnë mbi 50% të kapacitetit të përgjithshëm të prodhimit të energjisë në vend. Kina është zotuar të maksimizojë emetimet e dioksidit të karbonit deri në vitin 2030 dhe të arrijë neutralitetin e karbonit deri në vitin 2060. Ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë miru takofshi.